sepse ka qenë një konsolidim masiv, nuk ka qenë lehtë me u depërtuar në gjitha zyret në përgjithë Evropën, është mi kalu një gjysmë milion kilometra, krejt këto 15 vite punë për me kriju kontakte, me depërtu, me folë në emër të Kosovës, me tregu që po dhe na e ke zhvillojmë këtë kulturë dhe këtë edukatë sportive, edhe krejt kjo për mi hap rrugë gjeneratave tjera që na vinë prapa nesh, sepse ata do ta kenë rrugën më të lehtë, pra do t'ja hapim rrugën fillimisht me mbylljen e antarësimit në gjitha instanca ndërkombëtare të golfit, edhe pastaj me krijimin e një infrastrukture që do të fillojë së shpejti besoj në Kosovë. Hapi djeshëm e ka përforcuar edhe bindjen e disa investitorëve me cilët jemi në kontakt që definitivisht Marrë me investu në Kosovë. Po, marrë me investu me bo një fushë Kosovë që është na do të akoma një konsolidim si shoqëni, po besoj se kjo do të arrihet sepse mendoj që njerëzit do ta kuptojnë një moment caktuar se përmes golfit mund të depërtojnë nëpër shumë vende tjera në mënyrë shumë të shkurt nga ajo rruga që zakonisht e bojmë për me shku deri te një vend i caktuar.